Nuk mund ta them të gjë, ajo që unë di të them është që marrëdhëniet midis SBA-s dhe Brukselit janë të nxehura. Aktualisht Elon Musk, miliarderi më i madh amerikan, është gjobitur me 140 milionë euro, më saktë platforma X, është gjobitur për shkelje të rregullave të privatësisë së Bashkimit Evropian. Dhe mbasi kjo ndodhi, e gjithë administrata amerikane reagojnë me ashpër. Sekretari Rubio shkroi në Twitter duke thënë që kjo është e papranueshme për Europën. Nga ana tjetër, vetë Elon Musk u bëri thirrje që Europa të shpërbohet për atë mos ketë Bashkimin Evropian. Mendoj që kjo është një propozim skandaloz. Bashkimi Evropian duhet të reformohet, por është ta riktheshë Europën në periudhën e luftrave të shkrish Bashkimin Evropian, sepse e kemi parë që kur ti promovon këtë sovranizmin e tepruar, nuk ka asnjëherë pasoja pozitive në raport me paqen. Thënë kjo, kemi këtë gjë, nga ana tjetër kemi kthirjet e Trump për formimin e një aleance të re, e një G7 të re. G5 më saktë, po. Yes? G5, në mos gaboj. Nuk e di terminologjinë, por nuk ka rëndësi, për një tjetër organizatë si G7, ku do të jenë vendet e anglosferës, mund të jetë dhe Rusia, nuk e di këtë gjë, por vendet e Bashkimit Evropian do të jenë të përjashtuar. Është e vërtetë që nuk do të ketë asnjë vend nga Bashkimi Evropian, do të jetë Shtetet e Bashkuara, Kina, India, Japonia, e çuditshme që do të jetë Japonia në fakt, edhe ndoshta e thash Rusinë në mos gaboj, dhe ndoshta Kanadaja ose një vend tjetër. Unë kam dëgjuar dhe Australinë në fakt, megjithatë nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë thirrje për disa vende, Austrinë, Italinë, Poloninë, që në një farë mënyrë të lidhin marrëdhënie me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, marrëdhënie tregtare dhe aleanca jashtë tutelës Brukselit. Pra ka bërë thirrje që duke nisur që nga Hungaria e para. Pra Hungaria, Italia, Austria, në mos gaboj, po, që të dalin. Dhe kjo është një thirrje shumë interesante në fakt. Kjo është një thirrje për krijimin e një koalicioni konservator, kryesisht katolik, brenda Bashkimit Evropian, sepse janë gjithë vende në shumicë katolike, për të refuzuar politikat e Brukselit dhe për të lidhur marrëdhënie me Amerikën jashtë tutelës së Brukselit, për të bërë presionin pa mënyrë Komisionit Evropian dhe burokracisë liberale në BE që të ndryshojë kurs. Për kjo, unë jam thellësisht i shqetësuar. Mjaft interesante, Ruel, nuk e di nëse e ke ndjekur, unë e kam ndjekur shkarazi, po me qenë se ti ma shtive në mendje tash do në ri-informohem. Në Sloveni zhvillohet tani në dhjetor një votim për daljen ose jo nga NATO. Shumë interesante. Pra një si i thonë votimit popullor, se s'po më vjen emri tani, më ndihmo të lutem. Referendum. Një referendum për daljen ose jo nga NATO. Dhe nëse do të ndodhi kjo, është rasti i parë që një vend del me referendum nga NATO në ndikimin pikërisht të politikave të Trump dhe të kësaj strategjisë. Shumë interesante. Dhe nga ana tjetër, këtë unë fakt nuk kisha dëgjuar këtë si lajm dhe do ta lexoj mbas të emisionit, por nga ana tjetër, kjo u përmend në dokument, në planin 33 faqesh, por është përmendur edhe me deklarata zyrtare që nëse Europa nuk i ka kapacitetet ekonomike gati për të arritur shpenzimet mbrojtëse të vetat 5%, në normën 5% prodhimi brendshëm brut dhe për ta marrë komplet në dorën e vet mbrojtjen e aleancës së NATO-s, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të largohen nga NATO ose do të tërhiqen nga disa mekanizma të mbrojtjes kolektive që NATO-ja ka. Dhe është një thirrje tjetër që Trump e ka bërë. Pra nëse Europa nuk merr në kontroll vet patin e NATO-s, ne Amerika do të ndalojmë së mbështetjen NATO-n në disa vëmendari të veta, që është de facto largim nga NATO. Domethënë, këto janë disa propozime që nuk janë të mira, nuk janë pozitive në rast se ato realizohen. Domethënë, shkrirja e NATO-s do ishte një fatkeqësi për botën e lirë. Unë mendoj që shkrirja e Bashkimit Evropian do ishte një fatkeqësi për botën e lirë. Unë mendoj që marrëdhëniet midis Europës dhe Rusisë mund të normalizohen vetëm kur Rusia të denacifikohet, domethënë të mos jetë një shtet terrorist siç është tani, por të jetë një shtet normal që nuk e ka mendjen të pushtojë vendet rreth rrugës, por e ka mendjen të ushqejë popullatën e vet që e ka pa bukë dhe të shkollojë fëmijët e vet që i ka nga më të paedukuarit dhe më të pakulturuarit në botën e lirë dhe në botën qytetërore. Këto do të jenë prioritetet e Rusisë, jo pushtimi i vendeve rreth rrugës. Në këtë kuadër, interesante kjo Rusia nuk ndron një popullsi shumë e madhe pianece, nëse mund ta themi kështu me shaka, po themi.
Në momentin kur ti çdo gjë që të rrethon e ke kot, alkooli është mënyra më e mirë që ti ta heqësh mendjen nga një shoqëri që është krejtësisht disfunksionale dhe që unë ja kam thënë disa miq të amerikanë pa kemi bërë debat, Rusia nuk ka pikën e lidhjes me perëndimin, në asnjë facetë fare. Dhe në fakt, teoricienët rus e thonë këtë gjë, po nuk e di pse Trumpi se dëgjon. Pra ata e thonë vetë që s'kemi lidhje me perëndimin, ata e thonë vetë që ne duam të ndërtojmë botën e influencës ruse këtu. Pra si kundërvendje ndaj vlerave liberale perëndimore, liberale në sensin më të gjerë të fjalës, jo liberale të liberalizmit amerikan të majtë. Por ata e thonë vetë dhe Trumpi nuk e dëgjon këtë gjë, apo jo? Ai nuk e dëgjon dhe këtë ka Aleksandr Dugin, që është një prej dhe njerëzve më të afërt të Putin, që flet për Rusinë si Romën e tretë. Pikërisht pra. Pra ata e thonë vetë këtë gjë që ne jemi në kundërvënie me perëndimin, në sensin kulturor. Kjo ha debat, që Roma normalisht është për mua kryeqendra e perëndimit, por nga ana tjetër është një version tjetër i qytetërisë perëndimore, ai që rusët ofrojnë, që në fakt ndërthuret me disa premisa të bazës maga, pra konservatorizmi, krishteria. Okej, po edhe kjo është e vërtetë. Por konservatorët dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që më kanë promovuar idenë e freedom, lirisë. Po. Dhe në Rusi nuk je i lirë as nga shteti, nuk je i lirë as nga shoqëria thellësisht tribale ruse. Po dhe as nga ekonomia oligarkike, Po klasa oligarkike patjetër, domethënë pasionarët rusë që janë të lidhur në mënyrë të drejtë për drejtë me Kremlinin dhe me Putinin, ka një influencë shumë të madhe politika, ka një rreth vicioz ushtri politik, media oligarki që ndan paratë e rusëve. Putini është sipas Elon Musk vetë ta është njeriu më i pasur në botë, domethënë Elon Musk nuk beson që është ai njeriu më i pasur, është Putini me asetet që ka poshtë po pjet. Po shikoj çfarë po ndodh. Dje Bashkimi Evropian, nuk e di se ke dëgjuar Egon, doli në fakt mori vendimin që do të konfiskojë, do të ngri 210 miliard euro asete ruse. Në një farë mënyrë veprim që ishte paralajmëruar që Europa mos ta bënte nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Amerika i tha mos e bë këtë gjë, Europa e bëri, u mendoj që ka bërë gjën e dur, sepse në një moment të saktuar makineria ushtarake e Putinit duhet të ndalohet. Ne kemi thënë në gjeopolitikë Rusia quhet a gas station with an army, do të thënë është karburant me ushtri. Praktikisht, do të thënë ka vetëm është një petroshtet, ka vetëm naftë dhe gaz natyror që i ka produkte që i mbajnë ekonominë. Në momentin kur ti ja godet ato dy shtylla, Rusia dobësohet. Kjo nuk ka ndodhur për arsye se Kina është fuqizuar aq shumë sa që ka shërbyer si një prizë ekonomike për luftën e Putinit. Por nëse më pyet mua, blueprinti do të jetë i tillë. Europa reformohet, por nuk shpërbohet, reformohet, ndërkohë që Amerika vijon dhe në promovim ose jo të vlerave demokratike, liberale, drejtat e njerëzit, vijon të jetë ashpër ndaj diktatorëve, të cilët duan të glabërojnë sa më shumë vende që kanë rreth tyre. Dhe për të ardhmen, qëse folëm për Rusinë si luftë nxitse, këtu duhet të ndalemi tani tek çështja e Ukrainës, se plani amerikan me 20 pika apo 28 pika, se ka patur dy propozime në fakt, i paraqitur në Moskë, i cili po themi formalisht nuk është pranuar, sigurisht nuk është pranuar nga Putini, se nga Zelenski jo, në sensin që nuk është pranuar shkëmbimit këto koncesionet territoriale që Ukraina duhet i bëjë Rusisë. Fakti që Ukraina duhet të jetë një shtet pa një, po themi, program të sigurisë kombëtare të vetin, një shtet që nuk duhet marrë pjesë në NATO, një shtet që nuk duhet marrë pjesë në Bashkimin Evropian, etj. Si e ke parë këtë situatë, Ruel, meqense nuk na ka rënë rasti që të flasim për këtë çështje? Shikon, në fakt, sipas këtij plani Ukraina do të ketë një farë Kostarike. Një farë shteti koti, po themi kështu, kot fare domethënë. Për shembull, Kostarika nuk ka ushtri, okay, është një shtet me standarde të larta ETS, nuk ka ushtri sepse mbrohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por në rastin e Ukrainës nuk do jetë kështu, sepse Ukraina nuk ka garanci sigurie. Flitet që do ketë garanci sigurie nga Bashkimi Evropian, nuk ka garanci sigurie nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, flitet për marrëveshje ekonomike, ajo e mineraleve u bë atëherë, flitet për një zonë të lirë ekonomike në Donbas, që do të lidh SHBA-n ose Europën me Rusinë, por në një farë mënyrë Ukraina lëshon territor, Ukraina nuk ka asnjë garancie për mbrojtjen e vet në ardhmen, sepse nuk lejohet futet në NATO. Për pjesën e Bashkimit Evropian mos gaboj, edhe hyrja në Bashkimin Evropian është ndaluar, pra do të gjejë një farë shteti që një farë mënyrë e shprehur ardhmja. Se është një gjë për shembull ti të humbasësh një luftë, të humbasësh ca territore,
dhe të ndalet aty. Domethënë Ukrainës t'i jepej e drejta të hynte në NATO, të hynte në BE dhe aty mbyllej çdo gjë. Ukraina tani përveç se është një vend që ka humbur një luftë, është një vend që nuk ka as të ardhme, fatkeqësisht, sepse po i pritet ardhme. Po i thuhet që ti nuk lejohesh dot të futesh në NATO, nuk lejohesh të futesh në Bashkimin Evropian. Dhe çfarë do të thotë kjo konkretisht? Do të thotë që në një ardhme të afërt ose të largët, kur Rusia ta shohë se ishte arsyeshme, do të kollaborojë dhe pjesën tjetër të Ukrainës. Po në fakt ky në mënyrë të tërthortë është një paralajmërim në fakt për gjithë ata që arrin të kuptojnë për këtë që thua ti, sepse çfarë kuptimi ka një shtet që s'ka një arkitekturë sigurie, që nuk lejohet hyrë në NATO, që nuk lejohet të hyrë në Bashkimin Evropian, përveç se të bëhet gati që të akaparohet në një moment të dytë. Se arsye tjetër pse duhet të ekzistojë nuk ka, apo jo? Nuk ka, dhe unë mendoj që ky plan paqe nuk do të arrihet, sepse ajo që unë parashikoj dhe mund ta diskutojmë këtë parashikim timin kur t'i vi koha, Shtetet Bashkuara të Amerikës do të largohen nga tryeza e bisedimeve, sepse Ukraina do ta refuzojë marrëveshjen e paqes dhe do të jetë Europa që do të marrë 100% në shpatullat e veta mbështetjen e Ukrainës. Dhe për mua ky konfiskimi 210 miliard euro i aseteve ruse, që sigurisht do të likuidohen edhe do të përdoren në diçon Ukrainës, është sinjali që Europa me këtë fond do të mbështesë Ukrainën në 2, 3, 4 vite sa tjerë, deri në momentin kur me shpresë të vijë një administratë demokrate në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe realisht të ketë presion konkret ndaj Rusisë. Ky është plani evropian. Dhe të them drejtën, unë mendoj që është një plan i mirë. Unë nuk dua që lufta në Ukrainë të vazhdojë, por rreziku ndaj arkitekturës sigurisë europiane do të vijojë në rast se do të jetë në fakt më i madh në rast se Putini fiton. Pra nëse Putini fiton, merr territor, merr çfarë do, rreziku për një luftë long term, pra një luftë afatgjatë, është shumë i madh sesa nëse lufta vijon në vijat aktuale të konfliktit. Shiko, kjo është bindja ime. Se më kujtove diçka nga historia e luftës parë botërore. Kur mbaroi lufta e parë botërore u bë konferenca e Versailles, po themi. Dhe unë nuk e mbaj mend tani personin që e tha një shprehje mjaft goditur në fakt që doli të ishte parashikim i vërtet, një profeci e vërtet, një general, më duket britanik, mos gaboj, po nuk ka rëndësi kjo. Ai tha që në konferencën e Versailles u vendos një paqe, tha, që i dha fund të gjitha paqeve. Pra, kjo është një paqe që mund t'i japi fund të gjitha paqeve, pra një paqe që të garanton vetëm luftën ty në të ardhmen. Po patjetër, dhe po të shoh, po tash në konferencën e Trakatit të Versailles, Gjermania u dëmtua dhe ishin pikërisht dëmtimet ndaj Gjermanisë ndoshta edhe pa drejta që sollën Hitlerin në pushtet. Mos u duket çudi që në Ukrainë ti kesh një lloj ekstremizmi, një lloj nazifikimi real, një lloj nazizmi real, tani më jo ai nazizmi. Si reaksion ndaj këtyre gjërave në fakt. Si reaksion ndaj faktit që këtë set të shtet sovran ti po ja bën synet në mes Europës, po i merr territor, po i merr ushtri, po i merr çdo gjë domethënë. Dhe mos të duket çudi që kesh forca ekstremiste në Ukrainë. Ukraina ka prapë një ushtri të madhe që të bëjnë të pabërën, më kupton, të realisht të bëjë një konflikt të përmasave të luftës së dytë botërore. Kështu që për mua mos gabosh Nietzsche që flet për linjën e drejtësisë me paqen, domethënë paqja mund të lind vetëm në momentin kur ka drejtësi mes dy palëve. Për mua kjo është një doktrinë e drejtë. Domethënë ti s'mund të kesh paqe në momentin kur Rusia sulmon dhe Ukraina që mbrohet, fajsohet ose vjen në tjetër skakjer morale me Rusinë. E drejt. Mirë, Ruel, unë tash dua që të vim pak në zhvillimet në Shqipëri, pa të marrë edhe ty shumë kohë. Ditën e djeshme ka qenë një ditë shumë e rëndësishme, Ruel, ti ke ndjek zhvillimet, kemi patur dy institucione të cilat kanë tashmë, po themi, titullarin e tyre. Është Spaku, ku është zgjedhur drejtuesi i ri Klodian Braho dhe është avokati i popullit ku është zgjedhur drejtuesi i ri Endri Shabani. Gjithashtu është zgjedhur pak më parë edhe drejtuesi i ri i Byros Kombëtare të Hetimit, Joni Keta. Si dhe ditën e sotme, për të vazhduar pra logjikën e zhvillimeve nga drejtësia që kanë qenë të shumta këto ditë, sot mblidhet, pra ndodh mbledhja e gjyqtarëve në gjykatën kushtetuese për të shqyrtuar marrjen në shqyrtim paraprak, po themi, të ankesës së kryeministrit Edi Rama të qeverisë për pezullimin nga gjykata kushtetuese të zëvendës kryeministres Balluku. Po së pari të Spaku dhe tek avokati i popullit, si e ke analizuar, si e ke parë këtë çështje? Së pari në raport me Spakun, zgjedhja e zotit Klodian Braho është një lajm shumë pozitiv, mendoj për gjithë ata që
duan një SPAC që vijon të bëjë çfarë ka bërë deri tani, që është vajtja mbas të korruptuarve dhe hapja e dosjeve ndaj njerëzve që i kanë vjedhur këtij populli shumë. I kanë vjedhur parat, i kanë vjedhur djersën, i kanë vjedhur gjakun dhe kjo mund të ngjajë pak si populiste, por në momentin kur ti shkon në spital dhe sheh që nuk ka ilaçe, dhe gjithashtu shikon raporte e kontrollit të lartë shtetit që flet për para pafund, miliarda të shpenzuara, të hedhura dëm, të vjedhura, tregojnë që këtu ka një problem. Dhe problemi është pandashkueshmëria, nuk janë standardet jo perëndimore të SPAC-ut edhe Republika Popullore siç ca idiot në media përmendin, por është pandashkueshmëria. Që në këtë kuadër korrupsioni i thellë, po.